Në neredimet të poshtme, para zgjedhjeve janë asfaltuar dhe rrugicat që lidhin vetëm një shtëpi me rrugën kryesore. Banorët thonë se rrugët u shtruan në fund të vitit të kaluar, kur kishte nisur tashmë para fushata për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit. Por në këtë projekt komunal nuk u shtrua dhe rruga Haxhi Bajrami, pasi banorët kundërshtuan shtrimin e asfaltit pa u futur kanalizimi dhe pa u zgjeruar rruga. Banorët thonë se kanë dorëzuar në komunë deri tani së paku 3 peticione me kërkesat e tyre. Moti kohëve që 3 vjet që kemi ndeshë në zgjanum. Mirë po nuk po dojnë në zgjanum. Në ona postër një morrash, I kemi jaseve që unë e kam e pris plemën, kështë jazidin me që vota e po, ka pris kam e pris e qatë pjesë, e këna mo me na I dim se kemi qitë inxinjerin. Po hollë është për me zgjanu rrugën kryesoret, mas pore, ta në një kanalizim për me shti, ta në vjerë në asfalti, Rruga duhet të zgjerohet në anën e epërme. Haliti e Mustafa thonë se komuna e Ferizajt deshi të ashtronte rrugën me zhavar derisa të bëhej projekti për kanalizimin dhe zgjerimin e saj, por se kundërshtuan nga se ju dukej si pazar votash para zgjedhjeve. Neve na kanë si veç me zallë për joslim pak edhe sa më nai për çfarë vota, pak para vitit 3 kam. Me zallë nuk po dim se zalli po I ka pet të pushtet. Kur zos po bëhet me zallë, pa u zgjeruar, tani kush do me shni kanalizim se neve mona pushtet s'na rro kanalizimi asnjë. Mustafa thotë se kanë kërkuar përgjigje nga komuna, e cila gjithnjë premton zgjidhje afatgjate, por në terren gjendja e rrugës vazhdon të jetë e mjerueshme. Gjendja rëndohet edhe më shumë gjatë muajve të dimrit dhe gjatë rreshjeve të shiut. Pa e kena shku në komunë, komuna s'ka marrë përgjigje hiç. Si po shkojmë aty ata se vim, veç sa vëna për jashtë, edhe mo zgjë kërkosh këto parë me shir rrugën, s'ka problemi. A me zgjanu, a për me shtru asfalt, fëmija shkojnë në shkollë, po të më ndroti për kuna të asfalti atë, ku bje shi, bor, ku bje bor, kur komuna se ka qelë që të rrugë që të. Gjithë me ka cina këna qelë pikë hajt, të në asfalt. Se s'hina s'kamionat se s'kurgjajt. Drejtori I Drejtorisë Komunale të Infrastrukturës, Meriton Hajdinik, I ka thënë televizionit tema se nuk ka kurfar kontesti pronash për zgjerimin e kësaj rruge në neredimet të poshtme, por ka theksuar se së pari duhet të ketë projekt të veçantë për kanalizimin dhe zgjerimin e rrugës, para se të bëhet edhe asfaltimi I saj. Veli Halidi thotë se ka shpenzuar 2500 euro për zgjatjen e tubave të kanalizimit për gjatë oporit të Vëllajt, për të lidhur pastaj në rrjetin kryesor të rrugës së mëposhtme.